Bashkia Shkodër po vjon investimet në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, këtë herë në zonën e ish zooteknikës. Aktualisht po punohet për rikonstruksionin e rrugës Selim Çoba, një aks i rëndësishëm për cilin banorët kanë kërkuar ndërhyrje prej kohësh. Mbikëqyrësi i punimeve shpreh se punimet po ecin me ritme të larta dhe pritet të përfundojnë brenda afatit 6 mujor. Projekti parashikon investim të plotë duke filluar që nga kanalizimet deri tek asfaltimi e trotuarët. Projekti i kësaj rrugës bëhet rikonstruksion i plot, me kanalizim me ujnave zeza, ujnave bardha, me trotuare, me zdërçim asfalti, dhe tash jena në fazën e kanalizimeve ujnave zeza, të parashikojmë edhe ujnat e bardha, të vazhdojmë atë deri në fund. E kështu do të ecin punimet. Jena shumë të kënaqur me punimet e mira, krejt puna e mirë, me banorët kena gjetë mirë kuptim me ta, ne kanë mirë kuptuar, kena bllokuar në disa vende, kena gjetë marrëveshje me ta, edhe ata janë shumë të kënaqur me punën. Rruga Selim Çoba është një nga investimet që Bashkia Shkodër po realizon në lagjet periferike me synim përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të komunitetit të atyre zonave.